Që një muj s'kom postu video. Po, a thu që kjo video e re që ka me konë? Po, e valloj ka me konë që kjo që pëkshërni. Kjo video ka me konë kejt për mbledhje të këti muj që kom bone. Shtash për momentin vetë sa e kryta një live stream, edhe kesh live në YouTube, për një live shumë i mirë me shumë do njerëz të fortë, kështu që tash kam u qu me pushu pak edhe mu kthy prap. Në Gjermani që 3 vjetë u ndërtu, vetëm një rrugë. Kena hup të ishtë ashtë 143, 143 kena hup 144 kalori. Shkoj me hupëm 200, edhe tani e krymë me këtë maqina. Kjo është baba, për me hup kila. Tash kemi orë të kjo sala e madhe këtu. Këta e kom veç për veti, shtash për momentin. S'ka orë për kush. Do të me hiq tash pak të boxit, jo ice bath po box. Boxin e këmë shumë po në këmë shku. E tash ushtroj për qef box sa herë që vi fitness. Kam qefi se është shumë i mirë për ata që dojnë me hup peshën, si kur për shembull tash. Ata që dojnë me hup peshën, kisha thonë ma një orë ose një gjysore në box, edhe me provu vetën. Kështu që dëgjojmë mas një gjysore. Pra ata që nuk e din që të pozit e ku mësu vetë për YouTube-ës, e kom një për një djallis. Në YouTube-ere shumë thamë shumë, të të ka ushtu box. Sonë s'ko marrë vesh fort një boxit, po kom shyrë boxit. Edhe e kom dashë sikur s'port. Në momentin që ti e në këtë pozicion. Kështu. Let him e ti. Jo. Nëse e në këtë pozicion, gjithë mundura jo të djatë ka ma shumë fort. Përse majta është vesh me bodë mashtru. Vazhdojmë. Qish për shef një edhe vetë, këtë një. Me këto smuj se e kom komë në vend, a me këtë tjetër, shkëndura ma shpejt. Unë shko këtë që e më djatë thak, kohën e djatë e kom shumë atë fortë të majtja, që e përdori gjithë ma shumë. Me të majtë më do këtë sigur, o të jam shuti kështë tjetër. Po bëna gjysore. Shkojna me do shtrime tjera, shqipe. Ta këshyme qa po bujna me bo. Qenë një funny story veç për juve. Më ka up telefoni se di ku e kam. Të ve këqyrë ma shumë kamerën e lash telefonin nana shpe. 10 years later. 2000 years later. E të qëjto ka vla. Se një roma dikush telefon, a i shimi ku të gjej. Respekte për qorat sigurat, i përshëndes, legenda jena. Tash kena dalë si një sektor ndryshe, kena orë të sektori biciklat, tu jem veç biciklat që qajnë për me bo ciklizm. Na po shkojna po t'ja mi, ikon pak ma që atje, pak ma nga deres, e ku ka shumë tërë të mrena. Qështu se kamera s'do i ke mullë diqka, tash e të regoj prap. Shifni që të e pak për pjetë, edhe mush me qu, ta me ullë sa dush, për pjetën e e drush, po? Tani këto,
nëse do me livërit të parat të mas. Ka dushti, tani veç e shtrengon këtu. Ta shkojmë të shala. Shifni. Në cili vend ty të përshtatët. Shala gjithë si di ku e ka ato. Qështu për masë pasë. Edhe kjo. Shkoni e shtrengon. Qëp. Është kjo. Kjo është veç e strengume. Tash mujna mi hyp. Që na jena sa tje. Edhe shkojmë bojmë qiklizëm ja gjysore edhe këto. Edhe tani mas gjysore dëgjojmë një prapë. U ktheva pe pështrime, tash shkojna në shtëpi. Kjo ka më konë gjithashtu pjesë e vlogit për gjatë kësaj periudhe që s'kom bo video. Kështu që ju përshëndes e dëgjojmë herën tjetër. Që në video ndër, kjo ka më konë video për mbledhje se cila vërsare që i kom bo une gjatë ti muj. Për juve që jeni të agjeru, zoti jo bo ka bo, përshëndes. Njerës kështë rrit FIFA ose FC edhe e fitova këtë lojtari këtu Igno Martinez për 8 ndeshje. 10 faktikisht për 10 ndeshje. Kena me shku me bo zbashku një draft, kena me shku me hapë një draft për ata që po vesin, po jem të lyt në kompjuter. Këta formacionin e kanë ra, Barcelona, po shkojmë me këto 3-5-2. Opa, hajde gishti magjik. Shkojmë. I pari, që do e zgjedhim, okej. Dybala, Vialli, Dembele, i mirë edhe Dembele, Heiberg, edhe kjo i mirë. Po na po shkojna me këtë legendën këtu në vendin e parë atje. Njerëz, deshta më ju tregu vetë se kështu e bu një draft në FC 25, kështu e bu një draft për online me lujt, edhe gjatë draftit, se nuk u marrë rrit me... E kom fillu me ingjizu, po faktikisht zoni s'ka bo. Kështu që, qa kum bo one, është një ekip shumë fantastik që tash keni me pa. Po mas pari, po du m'ja u tregu këtë lejtarin këtë që po besoj që s'ka njeri shqiptar me gjak shqiptari, me rej, me gjak shqiptari, me njoft. Nëse nuk e njef, nuk je shqiptar, definitivisht. Mujna me shku 3, 2, 1. Është ai pra meq, e Don Zhegrova. Se s'po ma fokuson mirë. E Don Zhegrova na ka ra njerëz. Edhe tash për 3, 2, 1 keni ma pa ekipin se qysh ato dok. Damn. Do është mi u tregu edhe rating, se çfarë rating kom, që squad rating 118. Marrë është mos me fitu me këtë skuadër. Kështu që shkojna edhe e testojna. Të parin e shtina me bo rejt shkujt Beneren 1-0. Kjo ndodhi pa frit mas. Nuk e di pse është ndodh, nuk e di pse. Po, qysh peshim një edhe vet, edhe i dyti ka bo rejt shkujt, nuk e di pse është ndodh kjo. Çfar loje shipe? Bo. Kjo loja e dytë u kon, kësaj herë u kon shumë e fort. Muni me pa dhe veç tasht. U kon 5-4, me të që kon fitu. Edhe humbëm njerës. Kena hup në mënyrën ma të keqe të mundshme. Nuk e di, u tilta. Masi henën pjesë parë 3 golla, po henën dëqysh me fat. Ma mirë të o tregoj vetë rezultatin. 8-1 shqipem ka mujt. Nuk është që nuk jemi fort, po u tilta dhe ma nuk e dojke. 8-1 më ka qa. Më thonë ka myt këtë fare. Ejo ma people, si jeni? Shpëset jeni mirë. Jëm të e këshyrë Kosovën, jëm ullë të para televizorit. Edhe për moment vin janë 1-1 me Islandën.
po shpresoj shumë që kanë me fitu, po është shumë një ndeshje e vështirë, edhe shpresoj me Kosovën gjithë bashku, edhe ju tregojmë fund video nëse fiton, ka më konë një gzim për të tonë, jo veç për mu, po për gjithë neve, me zemër shqiptar. Bravo Elvis! Bravo! Festojnë djemë! Çfarë goli! Numri 6, ndeshja e 6. Reç Beçaj! Për para Kosova! Shkojmë për para! Bravo! Bravo Kosovë! Bravo Kosovë! E ka myt! Sigur se me pjesën e parë. E Po. Ishte merituar pas një. Qështu kur je jashtë, në Gjermani edhe të nalët. Për para Kosovë. Bravo Jokov. Vazhdoni kështu, inshallah se hupni ndeshjen prap. Mos e leni mja barazu. Po ka dalë mëre se këtë lojë që të bo sonte, se ka bu në, buj me thonë, 5 vitet e fundit. Këtë lojë që të lujtë sonte, nëse cili do ekip nëse i shkon, këtë lojë, me këtë lojë e kish mytë. Pse po ti këto pipo? Kapet, the e komën. Çdo shqiptari zakonshëm për momentin, veç edhe 3 minuta kanë vetë. Veç edhe 3 minuta. Shikoni se secili lojtar lufton më shumë se sa tjetri. Janë këto. O, ju kisha lutë moni bre se zemra. Inshallah po fitojna, se kanë kop ethet, i kena veç edhe 1 minut. Në ethe. Të e prit, apo fiton Embla Kosovë. Si rezultatet, si aksione do të me dhëm gol. Hajde gol. Bravo Kosovë. Ta o zemrës. Halli koft. Bravo. Aj, çfarë emocione. Po shpresojmë që djelen kanë me fitu prap. Inshallah kanë na thok se po kam qenë samat e para mi po. E me juve njimi me një video tjetër. Mirë se veni te Gnit's Kitchen. Jena tash këtu, kena me gatu kështu. Kena me gatu. Do pasojle kena qitë me vlu. Tash për pres mi desa të vjen. Edhe shtu po do këtë kuzhina nëse s'ma keni pa. Ranë është se jena me një market që të. Jena me një market, jena të këshyrë do kuzhina, si për shembull kjo këtu. Shumë e bukur. Respekte për atë për kuzhinierin. Shumë e fortë, shumë. Respekte për gjithë ata. Sikur për shembull edhe kjo këtu, se gjatë muajit Ramazanit, s'po kena qa me bo, po do të me dojë qështu me hec pak. S'po shkon ku, ha? është më shtri, me nej, me flet, qysh dëni. Në like, subscribe, edhe shimi të diçka tjetër që ajo të regojna. T'ju të regoj thash edhe këtë lloj, s'po di që me thonë, veç po do këtë shumë e bukur, se di që ka emrin, nuk e di eq, po kallzon dikush komentet që ka emrin. Jena rikëthy prapë të që nga kuzhina, këtë që shpesh e bëni, në ka për me këtë pasur në këtë ato, dhe këtë në shumë në gjash, shumë në kalë zepa, që e këtë pasur në të zitë, sa interesante në s'ka të
Që kjo është interesante kuka. Si njerëz jena këtu te një market i madh në Gjermani që është i njoftën shumë me emrin Momax. Për krejt ata që se din, ka shumë sene për shtëpi. Për shembull si kësi sene këtu. Hajde moj kamerën veç pak. Tash t'jo tregoj edhe që karrik kështu që shumë është interesant për shembull me digitron afro këtu. Digitroni. Tregoj. Shumë e kesh interesant to, për shembull mishtri pom, ose mishtri edhe ma shumë. O, nale dikush. Qështu, njerës, unë i kom qitë për dizajn, për juve se di veç, unë qaq, qështu tu si veç, tu flejt, tu nejt, që bu digitron, qështu ndorë për luj me to, s'po më rritë kështu është të nga kaj, flejt. A për shëfnja jo, a për përqana jo. Ka të zomë një komente sa e këshin morë për shpenit se si vesh me thuj, edhe me nejnë to. Po jo më qfarë. Nëse ditët kush e ka thonë që do, bëne like. Po kjo nuk është e gjitha, e kena dhe të ka uqin këto, me 70 metra katror. Sikur ata që i shesin banesat në shpia. Po unë veç e kam jetë një o të regu, së është e sponsorizu me kjo video, i Momoxit, po nëse e shem Momoxit kjo video, ju duhet të më sponsorizonim se nuk kam sponsor alo. Ju qa u bëni, qa u vynja. E më gjërë kur se s'ku posë me të ledzu kur e kun luft. S'nash për të ledzoj se kam gjithë një set shumë fort. Njerës. Qëre këtë avëllin se s'jom i ledzu mësën. Këtë avëllin këtu, se kështë e thuj, kushton 200 euro, veç shumë po të qenë. Tregom në komente sa e këshim morë për veti, me pos një tavëllin kështu që studioni, jo që kryni fakultetit, se më nefë në këty, për veti, Londra, nëse jeni atë shtu, atëre kjo ku ka super për juve Momax, e përësitni, të do për shumë e bukur, edhe kjo karika e kime rënje të lirë. Për ju kejt shkollavonat, ju kësha pru shtu një të regu se ka shumë sene mira, e nuk ka sene veç të këshia. Edhe që po duke shumë bukur. Nëse nuk mund me mësu, se jem të vesh jatëme, nëse nuk mund me mësu, e lëshën. Pak. E për që së guju kalzoj ma vonë. Bo një like nëse ju pëlqejnë. Nëse ju pëlqejnë këto video për meje se jem t'i bu me qenë. E shti një bak shtë të shkënjë se drejta shumë ro. Po më pëlqenë shumë sa me kohë interesante këtu, si për shembull edhe kjo këtu, që mund është më ullë, te kuzhina, është shumë e bukur, me hongu këtë në sen. Po dorë s'po punoj në Gjermani, kinë plongo. Respekt për ata. Po për një me qëtu të Momoxit që ka s'po shë njeri. Ose kjo për shembull me 50% zbritje. Damn, shumë më duket hot. Shipe që shkesh t'ju kallëzu. Ju mos harroni me bo like, a? Edhe aty poshtë e keni subscribe me ma bo. Që kjo veç për kushtoj ka, që kjo dhom komplet për kushtoj ka 2200 euro. Veç që kjo dhom. Shumë interesant. Edhe me piktura aty, që ku ka. Shumë i but. Respekte. Po përqenjë këto lejda tona se të mos që i pas ka. Damn. Shumë t'ja kalëzë edhe njëherë. Shumë i bukur, a? Kalëzëm një komente cëllu ju ka pëlqy. Shkum tash tjetër kënë, se shkova për këtu i tika dola, se x rimo. Se qka s'po shoh. Ta një kejt po du mi morë për veti. Tash njerëz jena të një dyqan komplet tjetër, të Media Mark,
Shtojmë të këshyrë iPhone-in 16 Pro Max-in. Qëre, tash e shofmi edhe vetën. Të. Me AirPods komplet. Që edhe këto i keni kejta rend. Për shembull, si t'ja njëç për 16 Pro Max-it e tek nena qa dushki. Krejt i keni këto. Që për shembull edhe këto kamera tjera që shën. Shpeshifni. Shumë nice, ha? Shumë po do këtë nice. Që dhe të tjera. Për shembull kjo që e rrok 380 shkallë. Edhe kjo GoPro-ja shumë e fort. Shumë teknologji. Që edhe këtu Meta Quest shumë e fort. S'po mi provu se e pas kanala, ma mu pëlqen shumë njerës teknologjia. Sidomos që kështu është damn shumë e bukur, e kom provu, e kom pa që shdokët. Shumë është e fort. Që lojat për shembull për ata që janë të interesum 23 euro GTA-ja që. E këto tjerat. Me shumë tjera. Shumë e fort. Televizorat që janë kështu gjithka. 55, 65, 75. Ose për shembull ky Hisense këto që jam të pa. Ky është. Këto me pas në shtëpi, llogaritë që kikin e ma. Damn, ej. Shumë të fort. Qështë edhe Da Vinci. Këtu me punu. Me bu muzikën. O, GBL, këshore. Qa s'ka. Shumë të fort. Nashta keni qef mi pa dhe tretinetat kasapore janë në Gjermani. Dhe më thonë, fillojnë piktina. Qërë në njerës. Qërë një qmimin 370 euro. Shkojmë të kjo tjetëri. Qështu dokët 449 euro. Të kjo tjetëri. Qështu dokët 370 euro. Tani të kjo tjetëri që po dokët pak ma i malë se këta tjertë. Edhe ma i fort, ma i gjonë. Që ka dhe rotën e mronë të ati vom Kawasaki. Kjo është 800 euro. Edhe kjo tjetëri. Kështu. Kjo është 500 euro njerës. Shpeshifni. 500 kë. Ta skuterat. E ka edhe kjo për shembull këtu, kjo ma i mall pak. Kjo është 780 euro. Do më thonë, çdo sa ne keni që këtu me logo që është kjo. Shojmë që gjoj edhe diçka ju tregoj. Përshëndetje shqipet e mia, kjo video e fundit. Urime kreve Bajrami, urime gjithve festa e Bajramit. Për krejt ata që kanë agjëru, Zoti ja u bof kabull. Inshallah po mnini, se është shumë frymë për momentin. E juve kreve që e keni këshyr këtë video, bëni një like, bëni një subscribe. Kena me ardhë në këtë muj me shumë video të radhës, me shumë video të reja, me shumë video, me shumë loja që keni mi po. Kështu që unë ju përshëndes e shihemi herave tjera. Peace out.